Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza është përfshirë sërish në debate pas publikimit të një videoje ku një infermiere në repartin e psikiatrisë dëgjohet duke ofenduar dhe keq trajtuar pacientët. Pas reagimeve publike, QSUT deklaroi se ka identifikuar punonjësen dhe ka nisur procedura disiplinore, duke theksuar angazhimin për shërbim etik dhe profesional. Ngjarja rikujtoi në vëmendje problemet e vazhdueshme në QSUT, si mungesa e etikës, pritjet e gjata dhe shërbimet e dobta. Gazetari Osman Stafa denoncoi se pacientët presin deri në 35 ditë për përgjigjet e biopsisë, analiza jetike për diagnostikimin e kancerit. Ai akuzoi institucionet dhe Ministrinë e Shëndetësisë për propagandë dhe fshehje të realitetit. Një tjetër skandal lidhet me akseleratorin e ri në onkologjik, i cili qëndroi për muaj të tërë pa u përdorur për shkak të burokracive. Sipas raportimeve, trajtimi i parë u krye vetëm pas presionit publik dhe nga staf jo plotësisht i trajnuar. Po ashtu, rikujtohet edhe skandali i kobaltoterapisë në vitin 2021, kur një pajisje për trajtimin e tumoreve nuk u vu kurrë në funksion. Prokuroria akuzoi disa zyrtarë dhe punonjës të QSUT-s për shpërdorim detyre, mes tyre Brikena Qiriazi dhe Drilona Kishta. Hetimet zbuluan edhe një skem ku pacientët orientoheshin drejt klinikave private në këmbim të përfitimeve monetare. Në këtë çështje janë përfshirë Emiliano Mela, Alketa Pere, Halil Gashi dhe persona të tjerë, ndërsa SPAK po heton dyshime për korrupsion dhe abuzime në sistemin onkologjik.